Deklarata e fortë e kryeministrit të Hungarisë Peter Magyar, i cili ka vënë në shënjestër grupin 4IG pronarin 100% të One Albania, duke akuzuar për vjedhjen e fondeve dhe nisur një hetim të thellë për kontratat shtetërore, ka hapur një dritare shqetësuese edhe për tregun shqiptar. Ndërsa aksionet e 4IG pësuan rënien e tyre më të madhe një ditore në bursë pas sinjalizimeve për afera dhe abuzime me fondet publike, pasojat e kompanisë MAM në Hungari duket se do të rëndojnë drejt për drejt mbi xhepat e qytetarëve shqiptar kompanisë B One Albania në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare të siguruara nga CNA, One Albania zotëron pozita dominuese në tregun e telekomunikacionit në vend. Kompania ka rreth 1.250.000 pajtimtar aktiv në telefoninë celulare, duke zotëruar rreth 50% të tregut, ndërsa në internetin mobile numëron rreth 910.000 abonent ose afërsisht 45% të tregut. Në telefoninë fikse, pas bashkimit me Alt Telekom, ajo ka arritur në rreth 120.000 pajtimtar, duke kapur rreth 80% të totalit të tregut, dhe në internetin fiks zotëron rreth 152.000 pajtimtar që përfaqësojnë rreth 22% të tregut. Sa i përket ardhrave fikse për vitin 2025, ato kanë arritur në rreth 3 miliard lek, afërsisht 30 milion euro, duke zënë rreth 27% të tregut të shërbimeve fikse që përfshin telefonin dhe internetin, fal infrastrukturës së re me fibra dhe IPTV. Kjo rritje e fuqisë së One Albania, shoqëruar me një hovë të frikshëm të fitimeve, ku sipas raportimeve të CNA ndër vite, nga 70 milion lek të reja fitim të raportuar në vitin 2023 dhe 480 milion në 2024, fitimi One Albania është katërfishuar në vitin 2025, duke u ngjitur në rreth 1.7 miliard lek të reja. Pavarësisht shifrave maramendëse dhe fitimeve rekord, qytetarët shqiptar po ballafaqohen me mungesë të theksuar transparence. Ndërkohë që në Hungari po ndërhyet institucionalisht për të hetuar lidhjet e dyshimta të 4IG, në Shqipëri mungon çdo lloj transparence, ndërsa kompania One Albania vazhdon të jetë bashkëpunëtore e ngushtë e qeverisë dhe institucioneve kyçe, përfshirë Bashkinë Tiranë, duke përfituar tendera. Qindra mijëra abonentë shqiptar, të cilët detyrohen të paguajnë tarifa të larta për celularët dhe internetin fiks, mbeten të pambrojtur përballë një korporate që sipas hetimeve ndërkombëtare është ndërtuar mbi shtyllat e skemave oligarkike dhe korporatave të dyshimta shtetërore.